Engjëjt. Ndër çështjet më të rëndësishme të besimit, imanit, është që të besojmë në engjëjt. Dhe me thënë të besojmë, edhe pse ne zakonisht nuk i shohim ata, se engjëjt ekzistojnë dhe ata janë një nga llojet e krijesave të krijuara nga Allahu. Allahu krijoi engjëjt nga drita. Ata nuk janë as meshkuj as femra. Ata të gjithë adhurojnë Allahun dhe i binden urdhrave të tij. Ata nuk bëjnë mëkat. Transmetuar nga Imam Muslimi në hadithin e famshëm të njohur si hadithi i Xhibrilit, profeti paqja qoftë mbi të, kur është pyetur nga engjëlli Xhibril për të informuar atë në lidhje me besimin, tha: besimi është të besosh në Allahun, engjëjt e tij, librat e tij të shpallur, të dërguarit e tij, ditën e gjykimit dhe të besuarit në fatin e caktuar, të dyja të mira dhe e keqja, se të dy janë caktuar nga Allahu. Allahu krijoi engjëjt, por si janë ata tani? Ata nuk rriten, nuk zhvillohen, nuk plaken, nuk han, nuk pin, nuk flen dhe nuk pushojnë. I bëjnë sejdë gjithmonë Allahut pa pushim dhe pa u lodhur kurrë. Disa engjëj kanë 2 krah, disa kanë 3, të tjerët kanë 4. Disa si engjëlli Xhibril kanë deri në 600 krah. Nëse vetëm një nga krahët e tij hapet, do të mbuloj atë që është prej lindjes deri në perëndim. Allahu ju dha engjëjve fuqinë për të ndryshuar formën e tyre. Dhe kjo është e lejueshme që ata të marrin formën e një burri, megjithatë, pa organin gjenital mashkullor. Disa nga engjëjt janë shumë të mëdhenj. Është transmetuar se pejgamberi Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të, na tregoi për një nga engjëjt që mbart arshin. Ai tha se distanca mes llapës së veshit dhe shpatullës së tij është e barabartë me distancën që një zog fluturues i shpejt mund të përshkojë, po të fluturonte për 700 vjet. Ata nuk e kundërshtojnë Allahun. Allahu i përshkroi kështu ata. Ata nuk e kundërshtojnë Allahun në atë që ai i urdhëron për të bërë, dhe ata e bëjnë pikërisht atë që u është urdhëruar. Surja Tahrim 6. Engjëjt, si njerëzit, kanë një vullnet, por engjëjt zgjedhin vetëm të jenë të bindur ndaj Allahut. Ata nuk mëkatojnë. Ata kryejnë vetëm atë që Allahu i urdhëroi ata për ta bërë. Çdo engjëll ka një detyrë. Engjëlli Xhibrili është i dërguari i Allahut për tek profetët e tij. Engjëlli Israfil është engjëlli i caktuar për t'i fryer burisë në ditën e Kiametit. Azraili është engjëlli i vdekjes. Mikaili është i ngarkuar për ta lëshuar shiun dhe i ka ndihmësit e tij, të cilët sipas urdhrit të Allahut i lëvizin erërat dhe ret. Ridvani është rojtari i xhennetit. Maliku është rojtari i xhehenemit. Rataili është engjëlli i ngarkuar për lehtësimin e pikëllimit të besimtarëve. Engjëjt Munkeri dhe Nekiri janë engjëjt të cilët të vdekurin në varr do ta pyesin për Zotin e tij, fen dhe pejgamberin. Ndër të gjithë engjëjt, engjëlli Xhibrili është me meritën më të madhe dhe statusin më të lartë. Çdo njeri ka 8 engjëj, të cilët kanë detyrë për të mbrojtur atë person nga dëmi i xhinëve. Rekib dhe Atid janë 2 engjëj, të cilët qëndrojnë nga ana e djathtë dhe nga ana e majtë e njeriut dhe i shënojnë veprat e tij. Engjëjt janë krijimet me të vërtet ndër mrekullitë e Allahut. Nëse dikush mendon në lidhje me këtë krijim të Allahut, ajo do t'ia forcojë besimin e tij në atë i cili krijoi engjëjt, ai që krijoi gjithçka, Allahu i lartësuar.